e bukur. E bukur? E bukur. A shekanshme? E veçantë dhe e bukur shumë. Çdo ndezje dritash ka një lloj emocioni shumë të bukur, sikur të rikthem pas në fëmijëri, ose vetëm mua. Okej, tani fol mirë ti, se janë dhe korçarët, unë kam thënë që kur transmetohet emisioni dhe ata do thonë, Kozeta po na e bën avokatin ashtu siç duhet. Megjithatë më bëri shumë përshtypje. Këtë idenë e krahasimit me Korçën e kemi më shumë në Shkodër, atje nuk e hasa shumë, nuk e di. Ndoshta ata e filluan vitin e ri më bukur dhe ne pasaj e morëm kaq seriozisht sa pika. Nuk mund të them se ja kaluam, do ta nxjerrim përmes emisionit. Konkluzionin e vendosin vetë qytetarët që po na përcjellin në këto momente. Por vazhdoj që ndroj që Shkodra është më bukur. Okej. Çfarë kishte tjetër atje në Korçë? Po kishte, më ja, ta filloj me titullar njëherë, si uron një titullar dhe sa i ka marrë masat një titullar, pra krye bashkiaku i Korçës, me sezonin turistik, ku është kontributi i bashkisë. Dhe mendoj qytetar më të rëndësishëm nuk ka Korça. Po. Sot është një ditë e veçantë, ashtu si në çdo fillim të muajit dhjetor, Korça ndes dritat e festave dhe merr pamjen magjike që shoqëron përgjatë gjithë muajit dhjetor, duke u shndruar në kryeqytetin e festimeve të festave të fundvitit në Shqipëri. Atmosfera është magjike, por nuk është vetëm atmosfera që sjellin dritat e zbukurimeve, por është edhe një kalendar i pasur me aktivitete që do të na shoqërojnë përgjatë gjithë muajit dhjetor dhe ditëve të para të janarit. Besoj që edhe këtë dhjetor, ashtu si dhe vitet e tjera, do të kemi shumë vizitor, miq, edhe vizitor të ndryshëm nga qytetet e tjera Shqipërisë edhe nga jashtë Shqipërisë, që do të zgjedhin Korçën si destinacionin e pushimeve dhe festimeve të tyre. Ka kohë që të gjitha kapacitetet akomoduese të Korçës janë rezervuar, janë shitur, janë prenotuar dhe shpresoj që, siç thash, të kemi një atmosferë magjike që të na shoqërojë përgjatë gjithë këtij muaji. Shumë faleminderit, gëzuar festat, shëndet edhe mbarësi në çdo familje korçare dhe shqiptare.